procedura e krahasimit me ADN minimum 6 muaj merr. Keni informacione cilat janë dyshimet e para për atë rast nëse mundi me nda diçka me ne? Unë këtë e mundu në disa prej intervistave që këmë pas këtë ditë në media, me thënë diçka tjetër, sepse unë jam familjar vetë, para se me qenë antari komisionit apo kryesuesi komisionit, në atë rrethin ku është të punu tash, prej 2021 që kemi qenë të punu, natyrisht fal angazhimit palëdhshëm të policisë Kosovës në radhë parë, për dhe institucioneve tjera të sigurisë, është arrit me u gjetë lokacioni ku unë gjetë disa mbetje mërtore dhe ju dini që kanë pas deklarata publike për këtë çështje, por unë zakonisht rezervohum me u deklaru për çështjet e tilla, sepse di se çka ndjejnë dhe çka përjetojnë familjarët këtë ditë. Jo vetëm që e di, po edhe më kanë kontaktuar në fakt ato ditë familjarët me shqetësime të mëdha, sepse familjarët nuk e dinë dhe nuk e kanë për obligim me ditë që veç procedura e krahasimit me ADN minimum 6 muaj merr. Sepse është një procedurë që mas pari duhet eshtër me u bartë në institut ligjore, me u bo ekzaminimet aty, pastaj dërguhet në Hag, në Komisionin e Kombëtar të Personave të Zhdukur, në laborator të Hagës dhe atje merr goxha një kohë laboratori derisa të e bën përputhshmërinë apo jo. Megjithatë, në bazë të informacioneve ose për shkak se pse jemi shkuar atje, pse kanë shkuar policia në fakt dhe komisioni dhe IML-ja atje, është pikërisht për shkak të informacioneve për grupin e intelektualëve apo grupin e doktor Adem Ademi, që është një grup prej 23 personave që janë prej 19 prillit të zhdukur. Është e rëndë me thonë, por unë uroj që të keni zgjidhje, sepse fundja për familjet është shumë më e lehtë kur të dinë fatin se sa të kenë fatin pezull tash 27 vite. Përveç asaj është zhvillu dje dhe një aksion tjetër i policisë Kosovës dhe sot janë prapë në teren policia bashkë me institucionet tjera, ku është gjetë edhe një potencialisht, do të jetë e qartë, varrezë tjetër masive në një perimetër jo shumë larg prej asajna, që natyrisht dyshimet e para janë që mund të jenë pjesë e asaj varreze masive. Faleminderit shumë.